Rruga e saj nuk ka qenë e lehtë. Para 10 vitesh, familja e mori vendimin e madh për të kërkuar azil në Gjermani dhe për të nisur gjithçka nga e para. Mes sfidave të emigrimit dhe Spina Xhaholli u rrit dhe u formua. Sot, ajo punon në një spital në Gjermani, duke qenë një nga ata shembuj të rinisë që me punë dhe përkushtim lartëson emrin e shqiptarëve për te kufive. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e radhës për te kufive. Sot ndodhemi në Hyrt, një qytet e vogël, 20 km larg qytetit të Kölnit. Vendosëm të vizitojmë një vajzë që është mbi 1 dekadë në Gjermani, 10 vjet, dhe Spina Xhaholli. Dhe na thanë që do ta gjejmë në Sauna Krankenhaus Hyrt. Tu bëhet fjalë për një franchise spitalesh private që ndodhen në rrethin. Unë nuk e di ku do ta gjej dhe Spinën, por më kanë thënë që është diku këtu, kështu që po e kërkoj. Përshëndetje! Përshëndetje, Malbora. Si je? Mirë. Kemi ardhur në shi sot. Mund ta lë çadrën këtu? Patjetër. Të gjeta shumë shpejt, u çdo gjë shumë mirë e strukturuar. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit. Tu pengoj? Jo, hajde ne. Jo. Hyni. Si ndjesh? Mirë? Shumë mirë. Mirë? Okej, gëzohem. Me punë plot. Me punë plot, po sot kam marrë kohë për ne. Të falenderoj pafund sepse e di që jeni shumë të zënë dhe di edhe le të themi funksionin tonë këtu që ka një përgjegjësi shumë të madhe. Mirë po, ti the po intervistës tonë, kështu që të falenderoj. Si mos i thoja jo. Si mos i thoja jo. Dhe Spina, theksova në ardhjën time këtu brenda. Ti ke 1 dekadë në Gjermani. Ka ardhur në çfarë moshe? Unë kam ardhur në moshën 13 vjeçare këtu. 13 vjeçare. 13 vjeçare. Se kam mbushur akoma 14. Para se të hyj pak më shumë në detaje, kam dëshirë të të pyes me emrin. Edhe unë kam kohë që jetoj në Gjermani. Si ta shqiptojnë emrin këtu? Sepse ke dhe Spina Xhaholli, ke një Xhaholli, ke një D, një X dhe një L. Shumë e vështirë, domethënë kjo është problematika më e madhe kur unë prezantohem dhe më pyesin disa herë, si e kishe të një emër? Po mbi emër, si e kishe? Domethënë ma shqiptojnë Despina, Xhaholli, sepse nuk kanë as Q, as L. Okej. Po. Mua më pëlqen shumë Despina. Po. Despina. Unë do kisha dëshirë të shkoj për një kafe. Me shumë kënaqësi. Edhe të bisedojmë pak më rreth teje, dhe asaj që ti bën këtu, dhe asaj që ti ke ndërmend bësh në të ardhmen. Me shumë Jam shumë kurioze. kurioze. Shumë faleminderit. Vazhdojmë. Ku do shkojmë? Ku do na çosh? Okej, po jo shkojmë në katin e 3. Katin e 3. Po. Dhe këtu kemi hallin ku pacientët presin edhe të afërmit atyre. Për kuriozitet do doja dija deri në çfarë ore mund të vizitohen? Këtu te ne është nga ora 2 deri në orën 7 mbasdite. Pastaj duhet t'i lënë ambientet e spitalit për qetësinë e tyre. Këtu është detajisht e shpjeguar se çfarë repartesh keni, do thoja unë, ëh? Po. Okej. Kemi një doktor shqiptar këtu? Po, atëherë ne kemi 2 doktor shqiptar. I pari është nga Elbasani, nga qyteti i Elbasanit, quhet Michelet Skilja. Është për ambulancën, noodfallaufname. Për rastet emergjente, për rastet emergjente. Jemi në duar të sigurta. Dhe doktoresha Rovena Qela është në departamentin e kardiologjisë. Kardiologjisë. Do të thonë një kardiolog dhe një doktor. I përgjeshëm, kirurg do t'jetë besoj, apo? Po, edhe kirurg. Okej. Sa vite kanë atë që punojnë ata këtu? Të them të drejtën nuk jam e sigurt, duhet t'i pyesim, ose duhet t'i pyes. Kjo është ajo gjëja, besoj dhe Sina, që e ke mësuar shumë shpejt në Gjermani, ti je shumë e saktë në ato që thua. Nuk i themi gjërat kështu me hamendje. Nuk i themi gjërat me hamendje. Okej. Ti ke shkuar në çfarë klase ke ardhur në Gjermani?
Unë kam filluar 9 vjeçaren këtu, domethënë kam bërë klasën e 7 dhe të 8 brenda një viti, sepse u integrova shumë shpejt, e mësova gjuhën shumë shpejt, pastaj klasën e 9 dhe në vitin 2017, pasi mbaroj klasën e 9, unë detyrohem të nis një shkollë profesionale për shkak se ne marrëm dëbimin nga Gjermania dhe unë isha 16 vjeçe, kështu që prindrit e mi dhe unë ishte vetëm mënyrë për të qëndruar këtu. Biseda është shumë e mirë, andaj në vend të ashensorit, në këtë rast mund të merren edhe shkollët. Këtu jemi në katin e tretë, ku shërohen pacientët privat. Sepse ata kanë katin e vet, nga që janë të siguruar privat. Do më të bëhet një dallim nga pacienti privat edhe ata që janë të siguruar që kanë një sigurim obligativ shtetëror. Sepse sigurimi shëndetësor këtu është obligativ. Çdo kusht do të jetë i siguruar. Edhe unë mendoj që ti këtu po na sjell, sa po shikoj, janë ambientet më të dashura për ju të gjithë, janë ambientet ku ju bëni pauzën. Që janë shumë të bukura. Çfarë vura re, Desmina, është që ju paske një staf mrekullueshëm këtu. Punohesh ka mirë bashkë. Shumë. Ne të gjithë ndihmojmë njëri tjetrin, edhe nëse një person ka kohë pak më të lirë, shkon tjetrin e pyet, a ke nevojë për ndihmë, asnjëherë nuk rrim kot, të themi. Gjithmonë jemi ndihmoni njëri tjetrin. Në disponimin e njëri tjetrit. Kjo është gjë shumë e mirë. Ti ke 2 vjet që punon këtu? Po, unë kam 2 vite e pak që punoj këtu. Ti ke mbaruar studimet për këtë deg? Po. Që cilat janë? Është dega ime quhet Gesundheitsmanagement, që të thot menaxhimi i shëndetësisë. I sistemit shëndetësor? I sistemit shëndetësor. Po, fjalë për fjalë përkthesh. Është pak e vështirë ta përkthesh. Unë e di këtë mirë, dhe unë e di që ti ka ardhur një moshë shumë vogël, siç e thënë më parë, janë 13 vjeç që qenë. Kështu që gjatë intervistës do të na rishkasin në një fjalë gjermanisht, por do mundohemi ta përkthejmë. Mendimin tuaj. Kjo është një pjesë e jote, kështu që nuk. Megjithatë unë mendoj që ti flet shumë mirë shqip. Faleminderit. Flisni në shtëpi shqip? Patjetër. Në shtëpi me shoqërinë shqiptare mundohem mos të përdor fare gjermanishten, sepse kështu ruajmë gjuhën tonë, gjuhën kaq të bukur që e kemi, traditat tona, edhe normal si mos të ishte ndryshe mos flismi më shqip në shtëpi. Po, okay. Ju familja jote përbëhet nga mami, babi dhe një vëlla. Një vëlla. Dhe një monë një vëlla. Vllai është po ashtu, në çfarë moshe ka ardhur ai këtu? Vllai ka qenë 10 vjeç. 10 vjeç. 10 vjeç, po, 1 vjet. Okej. Çfarë bën ai për momentin? Ai bën një Ausbildung, një shkollë profesionale. Në cilën drejtim nëse mund ta di? Është në drejtimin paruker. Profesion shumë i bukur. Po, kështu që ti pas ke siguruar pjesën e. Po, jam munduar nga pak. Kurimit flokëve. Desmina, nga vjen nga Shqipëria? Unë vi nga një fshat i Devollit të Korçës, i cili quhet Vranisht. Dhe aty kam kujtimet më të bukura të fëmijërisë. Çfarë të kujtohet? Për çfarë të mirëmalli më shumë? Më mirëmalli për familjarët atje, unë jam rritur nga gjyshrit e mi, me shumë dashuri, me shumë përkushtim, dhe malli për ta është shumë i madh. Por jo vetëm ata, kam edhe familjarë të tjerë, por vendi, gjuha, traditat, shkolla. Të mungojnë këtu? Shumë më mungojnë. Edhe pse unë jam integruar shumë mirë këtu, kam shoqëri këtu, punën të gjitha, familjen dhe prindërit këtu i kam, nuk është se ka shumë familje tjera që janë të ndara, por gjithsesi të merr malli, se unë kam kaluar 13 vite të jetës time aty. Po. Sa herë shkoni viziton familjarët në Shqipëri? Mundohem 2 herë në vit. 2 herë në vit të vizitoj, por edhe gjyshrit e mi vinë këtu. Kështu që kur vinë, i them do të rini nga 1 muaj, se përndryshe nuk më del malli. E shoqëruar që i kemi, sepse gjyshrat janë shumë të dashur. Desmina, nëse ose le të shkojmë bashkë 10 vite më përpara. Jam shumë e sigurt, sepse unë në të njëjtën moshë kam ardhur në Gjermani, që ti ke plot kujtime
që mbas thënë edhe nuk janë të bukura. Cilat kanë qenë gjëra që ty të kanë shqetësuar, mbase të kanë lënduar, mbase të kanë prekur, mbase të kanë ndatë ndjenjën që unë dua të kthehem përsëri? Po. Të mban mend? Kur kam erdhur këtu, siç e përmenda, isha 13 vjeç dhe kanë ndodhur gjëra shumë shpejt, shumë vrrullshëm, edhe kanë kaluar domethënë si flash, si nuk më kujtohem plotësisht, por e di që ka qenë shumë e vështirë, shkaku i gjuhës, por një vend i ri, një kulturë tjetër. Në çfarë klase ka ardhur këtu? Unë kam lënë klasën e 8 për gjysmë, nuk e kisha mbaruar akoma, kur erdha këtu fillova klasën e 7, një klasë më poshtë, por unë integrova aq shpejt sa nisa klasën e 8 në gjysmë vitin e 2, kështu që brenda një viti i mora të dyja klasat dhe pastaj klasën e 9. Okej. Por ty të kanë mirëpritur këtu? A nuk e pasur vështirësitë tua të integrohesh në shoqëri? Ishte shumë interesante, sepse në vitin 2015, kur kemi erdhur, atëherë ishte fluksi i madh kur kanë erdhur dhe shumë azilkërkues të tjerë nga shtetet e tjera. Kështu që unë kam qenë në një klasë internacionale ku asnjëri nuk dinte gjermanisht. Kështu që për ne ishte shumë funny, edhe mundoheshim të flisnim pak shqip, se kam pasur shqiptar, pak anglisht, pak gjermanisht, ai sa kishim mësuar, edhe mësuesit ishin shumë të sjellshëm, shumë të duruar me ne, kanë treguar një durim se kemi qenë të nacionaliteteve të ndryshme edhe kulturave të ndryshme, kështu që ka qenë edhe për ata një punë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Okej. Zgjedhja e profesionit, si ka ardhur? Pasi mbarova klasën e 9, unë siç e përmenda, duhet të filloja një shkollë profesionale për shkak të dëbimit në Shqipëri. Të dëbimit, mund të lojmë pak këtu? Patjetër. Çfarë ndodhi? Të dëbimit, është fjalë e rëndë. E rëndë dhe ishte një situatë shumë e vështirë për ne, për shkak se 2 vitet e para ne ishim kishim frikë gjithkohës do na kthejnë, si nëse erdhëm azilkërkues, nuk po na shtyn dokumentat, na shtyn nga 2-3 muaj, dhe ishte frika e madhe. Me cilën arsye? Të mbahet mend? Për cilën arsye ne kemi erdhur këtu? Mbas edhe kjo do ishte interesante për ta ditur, po për cilën arsye u shtynin vetëm 2 muaj, 3 muaj? Derisa të vinte data, kishte shumë fluks të madh dhe i merrnin në intervistë. Dhe ne nuk na kishte dalë akoma intervista, data e intervistës, kështu që kur na doli në 2017, pas disa muajsh na erdhi, pasi u kontrollua, atëherë na doli negativ dhe të gjitha procedurat. Çfarë ndjesi ke pasur atëherë? Domethënë çdo 2 muaj, ishte çdo 2 muaj frika që unë duhet të largohem përsëri këtu? Ishte frika, sepse prindërit e mi morën një vendim, edhe nuk e morën një vendim të lehtë, erdhën në një shtet të huaj, gjuha e huaj, kultura e huaj, dhe tani sa nis të ambientohesh këtu, të krijosh shoqëri, të krijosh një mendim për të ardhmen, një ide, të prishen të gjitha dhe thoja, si do kthejmë përsëri, ku do t'ja nis, unë gjithë kjo sakrificë që është bërë në fillim. Po. Edhe ishte gjithmonë frika, sa na vinte data për të shtyrë dokumentat, ishte frika se do na jepnin negativ dhe do kthehemi në Shqipëri. Cili ka qenë momenti ku e ke ndjerë veten këtu të sigurt, që thosh, okay, unë këtu tani do të ndërtoj një të ardhme? Momenti kur nisa Ausbildung, shkollën profesionale për asistente dentare, do më thënë në gjermanisht zahnmedizinische Fachangestellte. Po, do të thotë ky ka qenë profesioni jot i parë, ose i parë i zgjedhur për ta mësuar. Po, i parë i zgjedhur ishte nga nevoja, siç të thash, ishte e vetmja mundësi për të qëndruar këtu në Gjermani, por edhe prindrit e mi, se unë isha 9 mosh, isha 16, akoma si kisha mbushur 16 vjeç. Dhe nis Ausbildung, pas 3 vitesh unë e mbaroj me sukses, dhe kështu pastaj nisi dhe ëndra, unë gjithmonë kisha dëshirë të studioja, por atje kuptova që më intereson shumë ana e shëndetit, jo vetëm nga ana mjekësore, por edhe administrative, kështu që kjo deg ishte e përsosura për mua dhe ti ke zgjedhur të studiosh në një mënyrë duale.
Ky sistem nuk funksionon në Shqipëri, Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut, sepse unë kam të gjithë trevat kam dëshirë t'i përmend. A mund të na shpjegosh pak për procedurën e këtij lloj arsimimi, do të thoya unë, sepse është shumë interesante. Ky lloj arsimimi, quhet duales studium në gjermanisht, është ndarë në 2 pjesë. Do të thotë që ti ke anën praktike dhe teorike. Unë për shembull kam pasur 2 herë në javë, kam pasur ligjërata në universitet dhe 3 herë në javë unë kam qenë në punë këtu. Okej. Në kështu ke ndjekur dhe ke mbaruar studimet? Po. Në një mënyrë ekselente kam dëgjuar. Faleminderit. Edhe të përgëzoj për këtë. Ti je shumë aktive me shoqërinë tënde, sepse unë të ndjek në rrjetet sociale. Faleminderit. Ke një shoqëri shumë të zgjeruar, do thoya unë, shqiptare, gjë që është shumë edhe për të vlerësuar, po edhe më bën shumë kurioze për të ditur. Ke edhe shoqëri tjetër që vijnë nga shtete të tjera, për shembull gjerman, apo ne kemi edhe shumë njerëz, për shembull persona që jetojnë nga Turqia, jetojnë në Gjermani apo. Si është e përbërsh rreth jot shoqëror? Përveç asaj që unë shoh në Instagram. Po. Unë kam, siç e përmendë, kam pjesa më e madhe përmbehet nga shoqëria shqiptare, por unë kam shumë kolegë gjerman, gati këtu janë të gjithë kolegë gjerman. Në shoqërinë time nuk mendoj se kam ndonjë shoqe gjermane. Okej. Por tu huaj kam plot. Shoqet shqiptare janë më të mira? Patjetër. Pse? Po kuptojmë më mirë, i kemi të njëjta tradita, të njëjtën gjuhë. Kur e flas në gjermanisht, diçka ndonjëherë mendohem, si mund ta transmetoj pa e lënduar, se ndonjëherë kemi disa fjalë ne që hajt s'ka gjë. Ti mendon akoma shqip? Jo. Jo. Kur numëron shqip? Shqip. Numëron shqip. Por nuk mendon shqip. Po nuk mendoj shqip. Ndërron shqip? Jo, është shumë e çuditshme, nuk e ndërroj shqip. Nuk e ndërron shqip. Okej, Desmina ka 10 vjet këtu. Je në një moshë që absolutisht edhe zemra fillon edhe kërkon edhe dashuron. Po. Një djalë shqiptar? Mendoj se po. Okej. Mendoj se po. Ka një arsye? Siç e përmend edhe më përpara, është arsyeja e të kuptuarit, e gjuhës, e traditave tona. Gjuha të lidh. Po, gjuha të lidh. Si mund ta shprehësh ndjenjën në shqip, nuk mund ta shpreh dot, nuk e ndjej ta shpreh në gjermanisht. Dhe duhet përmendur sepse unë të kam dëgjuar duke folur gjermanisht, ti e flet gjermanishten pa asnjë lloj theksi, aksenti do të thoya, e flet në mënyrë perfekte. Prandaj për mua shumë e vështirë për ta besuar këtë që thua, por unë të besoj, sepse mua më shullur përballë dikush që kemi pas po një rrugtim të njëjtë. Desmina, ti ke një të ardhme, shumë të me plot dritë, me sa e shoh unë. Desmina, do kisha shumë dëshirë të di pak mënyrë më specifike për ata që edhe na ndjekin. Cila është detyra jote këtu në spital? Është një spital privat? Po, ky është një spital privat, por këtu mund të vinë të shërohen të gjithë pacientët, jo vetëm pacientët që janë të siguruar privat, por edhe ata që kanë një sigurim obligativ. Detyra ime, unë jam në medicine controlling, domethënë jam pika lidhëse midis doktorëve, avokatëve, pjesët të administratës. Çfarë kontrollon ti specifikisht? Unë monitoroj... Monitoron? Si thon shqip se Si thon shqip se harrove? Ti monitoron, po mundohem dhe unë t'i gjej fjalët, është shumë e vështirë për t'i gjetur, edhe unë faktikisht këtë pjesë as nuk kam dëshirë ta pres, sepse kjo është shumë e bukur. Sepse janë profesione tjera janë disa specifika, domethënë janë disa fjalë profesionale që ne nuk i kemi faktikisht në gjuhën shqipe. Ti monitoron, më thuaj po, nëse unë jam, ti monitoron pjesën e kozgjatjes së qëndrimit të personave që janë këtu në spital në lidhje me sëmundjen dhe diagnozën e tyre. Po.
E vërtet. E vërtet? E vërtet. Okej. Dhe kemi medicinë shëndinst që i kontrollon këto. Janë disa pacienta që i kontrollon në muaj, çdo muaj, për shembull, themi 40 pacienta, dhe nëse ka gabime ose na shkurtojnë ndonjë gjë, marrim një shembull që ata që na ndjekin ta kuptojnë më mirë. Do të thotë që në një spital gjerman, në momentin që jemi smur me apandisit, edhe ne na duhet ta operojmë atë. Është e përcaktuar në sistemin shëndetësor që kozgjatja e personit sa do të rri në spital? Themi 5 ditë. 5 ditë. Është e përcaktuar në le të themi sistemin shëndetësor. Dhe për një zgjatje të qëndrimit do duhesh një diagnozë re? Po, ose komplikacione. Por ato duhet të jenë të dokumentuara mirë, sepse nëse nuk dokumentohet, atëherë thonë, ok, pas 5 ditësh mund të ketë ikur, pse ka qëndruar akoma këtu. Prandaj dokumentacioni është shumë i rëndësishëm për ne, që të vërtetojmë gjithçka. Dhe çdo fjalë e shkruar është për ne lek. Monitorohen edhe të ardhurat. Edhe ky sistem duhet edhe përmendur që ky sistem funksionon vetëm nëse ne kemi një këtu në Gjermani, ose ne, them ne kemi sepse unë jetoj këtu, por nëse ne edhe pjesën e kosteve ose financave e monitorojmë mirë. Cilat janë përpara se do të pyes se cilat janë planet tua për të ardhmen, sepse kjo më intereson shumë për ta ditur. Kam dëgjuar, dhe në kjo nuk ka rrëshqitur, që këtu janë të punësuar shumë ndihmës mjek. Dhe kërkesa nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, për fat të keq të këtyre shteteve, është kërkesa shumë e madhe. Dhe për fat të mirë, do thoja, shteti gjerman shumë joshëse. Janë këta persona që punojnë këtu, janë të kënaqur? Për çfarë, domethënë, me atë që ata gjejnë këtu? Por një pyetje shumë interesante, mund ta pyesim vetë, se kemi këtu. Arbesa? Jo, vajza është nga është shqiptar. Përshëndetje, Arbesa. Si jeni? Mirë. Arbesa. Ju punoni bashkë, po? Ju punoni bashkë. Mua nuk më kishte marrë mendja që kjo vajza është shqiptare. Arbesa, sa kohë ke që jeton këtu? Rreth 3 vite, që 3 vite ka marrë në Gjermani dhe punoj kështu po shkon në spital, veç se punojmë në repartet të ndame, të spina punojmë poshtë, më thonë me menaxhment, unë punoj si infermiere këtu. Si infermiere, ke 3 vite që punon këtu. Në cilin sektor? Jam në privat shtacion. Kjo është privat, është mjekësi e përgjithshme. Si e përgjithshme? Këtu na tha dhe Despina që më përpara është një stacion që është specifikisht për persona që janë të siguruar privatisht, po? Po. Okej, në rregull. Ti ke punuar më përpara në Prishtinë? Kam filluar në Prishtinë. Për sa vite? 4 në përgjithësi. Pasi kam përfunduar studimet, kam punuar gjatë kohës që kam qenë studime, edhe masandej ka mbet 1 vjet, ose që kam punuar atje, edhe mbas studimeve pranova më marrë në Gjermani, profesionin që e pëndoshtë edhe përbëj këtë me gjithë kënaqësi. Si e ke mësuar gjuhën? E thonë drejtën, unë e kam lind në Gjermani. Ti ke lindur këtu? Në cilin qytet? Kam lindur në Frankfurt, në klinikën e Zanës. Sot ku jam, veç është pikë tjetër, do më thënë në këmbë. Atëherë ta përsërisim edhe një herë. Në këtë spital që ne ndodhemi sot, që është Sana Krankenhaus, jemi në Hürth, për ta përcaktuar edhe një herë, më thoni nëse jam gabim, ka disa spitale që mbajnë të njëjtin emër, dhe ti ke lindur në të njëjtin spital në Frankfurt. Po, e vërtet. Emocionuese. Si është e ti këtë? Shumë ndjenjë mirë. Ndjenjë mirë. Nuk e kom menduar që po marr prapë njëjtin spital ku edhe ku din. Po ka qenë një ndër ëndrat mia dhe qëllimi jam presur që herë kur do të marr në Gjermani, po pse unë gjendem këtu në këtë spital është diçka është e pamendueshme. Pamendueshme. Po.
I pyeta edhe Desminën më përpara para se të kuptoja që ti je shqiptar ose mund na jepni mendimin, sepse Desmina tha askush nuk mund na e tregoj këtë më mirë se sa ti. Ti ke ardhur këtu para 3 viteve. Çfarë pritshmërish ke pasur ti para se të vija dhe çfarë gjete këtu? Atëherë me të thonë drejtën, unë veç e dija para shumë çfarë sistemi ka Gjermania. Kam shumë familjarë që janë në Gjermani që jetojnë. E kisha kuptuar pak më herët si funksionojnë. Pritshmëritë e mia kanë qenë deri diku të them drejtën, ashtu si e kom mendu, po këtu është vetë sistemi krejt më ndryshe se sa punojnë në Kosovë. Ku janë ndryshimet? Rreth punës po mendoj më shumë, rreth punës me të drejtën edhe është tek pagesa, tendrimet, është stafi shumë kolegial. Ka më shumë rregull këtu? Ka më shumë rregulla, është disiplina më e madhe, nuk them se vend jo nuk ka rregulla, edhe aty është çdo çka me rregull, funksionon shumë mirë. Ta bën punën më të lehtë? Është pak puna më e rëndë se sa e kam bën në Kosovë. Do me thonë, është më e rëndë këtu. Është më e rëndë këtu. Për shkak disiplinës dhe rregullave që janë, është që duhemi me qenë shumë prestigjioz, duhemi me punu kaq më shumë se sa besoj që në Kosovë kemi pas pak kënaqësinë edhe kohën më kirë për me shiu. Do me thonë, edhe kohën gjatë punës, këto është gjithçka që për të tuar jemi në angazhim, do me thonë. Plot. Do të sugjeroje dikujt tjetër në Prishtinë? Me gjithë që, pse jo, pse mos marr. Na punojmë edhe shumë shqiptar këtu, jemi nuk është që jemi dhe të mune, ka edhe shqiptar tjerë, edhe është shumë kënaqësi e mirë me ndëgju kolegë kur flasim shqip, kur i tregu njëri tjetrit eksperjenca se si shkon puna, është shumë kënaqësi, është shumë mirë. Pse mos më sugjeroj edhe tjerëve, është mundësi e mirë, mundën me ardhë me provu, nëse funksionon. Po ta bëj pyetjen pak ndryshe. Kur do kthehesh përsëri në Kosovë? Nuk e kam mendu. Është diçka që e flasim, me të drejtën, e marrim si me shaka, me humor. Thojmë, kur dalim penzion. E keni diskutuar këtë çështje? Ka ardhur dhe si ti se kur do të kthehemi, po besoj që unë po më kjala kohës, nuk e di, na shtë kthehemi më herët, na shtë rigjërim gjatë kohë, nuk e di. Unë e shoh si një investim shumë të mirë edhe pjesën e pensionit. E ke lënë zemrën në Kosovë, apo e ke marrë me vete? E kam gjarën zemrën në Kosovë, është familja jam, mungon vendlindja. Vendlindja është kështu, po e ndjej zemra është male atje për familjen, vendi, shkolla, shoqëria. Të çka që kom kalu deri sa kom qenë atje është male që kemi për vendin tonë. Okej. Më pëlqen dhe mund kemi një cifër sa shqiptar mund kemi në këtë spital? Besoj që jemi rreth 15 deri 20 veta, që ku jemi. Për afërsisht. Nëse nuk jam bebim edhe pritet që kanë marrë prapë shqiptar të ri. Edhe me sa kam dëgjuar unë, jeni akoma në kërkime sipër. Po kërkojmë punëtor të rinj. Ti sot po e fillon turnin e punës? Sepse kam filluar, për momentin jam pauzë, edhe kisha ju përshëndetje fare. Shumë faleminderit. Faleminderit për këto informacione kaq të bukura që na dhe, edhe unë të uroj të gjithë të mirët, shumë fat edhe sukses në vazhdim. Faleminderit që tash do të juve që keni ardhur të vizitë, edhe shpresoj që kalojmë sa më mirë këtë bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Fund mbar. Që tash do të juve. Faleminderit. Desmina, ishte shumë interesante. Shumë. Keni dhe nga Maqedonia këtu, vajza ose mjek? Sepse nga Shqipëria dëgjova që kemi, kemi dhe ty, po nga Maqedonia kemi? Më duket se kemi. Më duket se kemi dhe nga Maqedonia. Okej, është interesante. Shqiptarët nga të gjitha shqipat, trojet. Trojet shqiptare. Despina, çfarë janë planet e tua për të ardhmen? Le të themi për një 10 vjeçar. Duke mos harruar që Despina për 10 vjet nuk është aq e madhe. Unë do kisha shumë dëshirë të vazhdoja studimet master në fushën e ekonomisë të instituteve shëndetësore, sepse më pëlqen ky kombinimi dhe të mësoj më shumë rreth financave, dhe si financohet një spital, shembull. Po të shkojmë më tepër në detaje? Po. Dhe administratës, normal. Pastaj, ndoshta,
do ishte dëshira shumë e madhe për të krijuar diçka time, diçka beratum shtele quhet gjermanisht. Të japësh konsult? Të jap konsulta pacientëve, por jo vetëm, edhe profesionistëve që janë të rinj në këtë fushë për t'i drejtuar rreth shëndetit Sistemit shëndetësor në Gjermani. Që kemi këtu në Gjermani. Është shumë interesante. Planet që kanë shumë të mëdha, edhe po ecin në drejtimin e të punuarit të pavarur, me sapo dëgjoj unë. Dhe kjo që po më pëlqen shumë. Kështu që unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me një vajzë që është absolutisht në procesin e të qenurit e suksesshme. Edhe unë të përgëzoj shumë, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe ju. Për kohën. Kemi marrë informacione shumë të bukura dhe për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit dhe të uroj të gjithë të mirat. Shumë faleminderit dhe ti për të gjitha, për ftesën, për këtë intervistë kaq të bukur, ndihem shumë e lumtur. Me gjithë dëshirë. Okej, Despina, edhe kësa intervista po i vjen fundi, le të themi, sepse dhe ti e kufizuar në kohë, të falenderoj shumë për kohën, për gjithë informacione që na dhe, biseduam shumë për të tashmen dhe për të ardhmen. Mendoj që të gjithë ata që na ndjekin, ose edhe vajza që janë që në moshën tonë dhe vinë tani në Gjermani, ose në shtetet e tjera të botës, ose fillojnë diçka të re. Çfarë do i thoje ti atyre ose Despinës në moshën 13 vjeçare? Çfarë do i thoja? Despinës 13 vjeçare do i thoja që të mos ketë frikë, të jetë e fortë, sepse gjithë kjo sakrificë që po ndodh tani do të shpërblehet më vonë. Të mbaj zemrën e butë, të trashëgimoj traditat, kulturën shqiptare kudo që është. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Unë falenderoj. Ishte kënaqësi. Edhe një lutje të fundit, siç e kemi ne zakon, do më përcjellë deri te dera. Patjetër, siç e kemi zakon direkt te dera. Faleminderit. Përshëndetje, si je? Si ja ka Edhe një shqiptar tjetër këtu. Përshëndetje. Si ke emrin? Kushtrim. Kushtrim. Takon një kolege tjetër, tuajën, që kishte 3 vjet që punonte këtu. Sa vite keni ju? Nëse lejo. 4 vite. 4 vjet. Përgjithësinë në Gjermani, këtu në zona, po ashtu 4 vite. Po. Ku keni jetuar? Ju vini nga Kosova? Mi nga Kosova, po. Vreu nga Thesja, po. Po, po. Nga Prishtina. Nga Prishtina. Vjen drejt në Prishtinë deri Prishtina Li. Prishtina Li. Prishtina Li. Të mungon Prishtina? Pak. Pak. Okej. Kur do të kthehesh në Prishtinë? Këtë pyetje e bëra edhe kolegës tënde. Si u përgjigje? Jo. Këtë marr pensionin, da, këtë marr pensionin. Si di, besoj që do presin pensionin. Aty ku lindë dhe rritesh, besoj që mbet gjithmonë ajo dëshira. Është puna e rrethit, familjar, kolegë. Po, Kushtrim, do të thoje që të bëj një pyetje shumë direkte, sepse unë e di që ti punon në një stacion intenzive, të duhet largohesh. Cila ka qenë arsyeja që ke vendosur të vish këtu? Të punosh në Arsyeja, Gjermani. kanë qenë disa arsye, nuk më thonë që ka qenë një arsye që neve na ka pru për me në Gjermani. Shkollim i më të keshëm, një mundësi më e mirë për jetë, edhe njëna për arsye më kryesore ka qenë familjarët që unë kam pasur në Gjermani, edhe që për mos ne si shqiptarë shpim, po që ti keni afër të mund. Nuk kanë qenë dhe pagat mbase? Mënesh me shujtë dhe njëna si për arsyeve që shkaqet ekonomike ose kur ke dashur në menu për shembull atë pjesën si do ishte që të jetoje në Kosovë dhe të merrej një patë aty. Ka qenë edhe një për arsye, por nuk ka qenë dojmos shkaku kryesor pse unë jo vetëm pa persona tjerë kanë marrë rrugën për me marrë në Gjermani. Po, do të prekja një pikë që në Gjermani ne di fare mirë që nuk flitet, thuhet me kemi lek, ne nuk flasin për lek, por në Shqipëri kemi shumë qejf. Sa janë rrogat në Kosovë? Jemi kënaqur. Po sa janë rrogat në Kosovë, Kosovë? Po, sa kanë qenë? Gjatë kohës kur unë kam qenë në Kosovë, nëse nuk gaboj ka qenë dikun të ofër 500 euro. 500 euro. Po. Nuk do ta di eksaktësisht, sepse e di që për shkaqe sigurie, kontrate ti nuk mund ta thuash se e ke rrogën, edhe as nuk do të pyes. Sa variojnë rrogat këtu? Kështu do ta formuloj pyetjen. Sa variojnë? Diku?
në mes. Muj mu përgjigj në atë mënyrën që pagat janë të mjaftueshme për me jetu shumë mirë edhe për me mbështet familjen. Për me mbështet familje, djemë shqiptar gjithmonë mendojnë të mbështesin familje. Shumë e bukur. Kushtrim, unë të uroj të gjithë të mirat, suksese në vazhdimsi, që keni kaq shumë shqiptar. Atëherë kushtrim të falenderoj shumë për gjithë të informacione, që na dhe për kohën mbi gjitha, unë e di që të presin me siguri, se ishte në hurry, në nxitim. Of Deutsch, in Eile. Po, e të shumë bukur, in Eile. Të uroj një ditë mbar pune, edhe gjithë mirat për ty. Mirupafshim. Atëherë, edhe këti emisioni, edicioni po I vjen fundi, por me mesazhe shumë të bukura, mesazhe suksesi, këtu në Hyrt, me njerëz të rinj, që unë sot I takova dhe pata absolutisht nderin dhe të dëgjoj historitë e tyre dhe mbi të gjitha vizionet që ata kanë për të ardhmen. Ky nuk është, për te kufive nuk është vetëm një emision, por është dhe një mision. Ta është një aventur plot mundësi, por edhe pa parashikueshme. Çfarë ndodh nëse gjithçka ndryshon papritur? Me sigurimin e jetës, Signal Iduna ju siguroni që familja juaj të jetë mbrojtur financiarisht në rast nevoje. Veproni tani për ata që I keni më të shtrenjtë. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër I besuar në qiell.